Pastroni mëlçinët tuaj duke konsumuar këto 6 ushqime. Njerëzit shpesh mendojnë se pastrimi i mëlçisë mund të bëhet edhe përmes detoksifikimit të rreptë, që do të thotë edhe mosngrënies ose marrjes së kufizuar të kalorive, por në fakt ju mund të pastroni mëlçin thjesht duke ngrënë ushqime të duhura. Sipas ekspertëve do të rendisim në këtë video disa nga ushqimet të cilat ju ndihmojnë më mirë edhe në shëndetin e mëlçisë. Marrat janë një zgjidhje të pasur me aminoacide yndyrore esenciale, në veçanti larginin, të cilat mund të ndihmojnë në detoksifikimin e mëlçisë. Shmangja e alkoolit dhe fruktozës mund të përmirësojë punën e mëlçisë. Gjithashtu, ushtimi i grepfruti në dietën tuaj është një zgjidhje shumë e mirë në përmirësimin e shëndetit të saj. Tregohuni miqësor në dietën tuaj me qepën dhe hudhrën, pasi janë detoksifikuese të mëlçisë. Pini çaj jeshil dhe përdorni erëzat negative. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin e mëlçisë dhe pastrimin e saj.